Mirëmbrëma. Unë mendoj se merre me burra, jo me qesharak, po qesharak të një kalibër shumë të madh, si puna e Belim Klliçit. Dëgjoni, unë kam shkuar në zonën apo në rrugën Marko Boçari në një zyrë pune, për shkak se një bandë e Partisë Demokratike, e shoqëruar me televizionin kriminal të familjes, ka tërhequr zvarë gra dhe ka goditur një tjetër burr atje. Shikoni që këta i kanë vrarë socialistët, unë e di. Kam qenë prezent 21 janar, kur këta kanë qelluar, kanë pushkatuar, e kanë vrarë socialistë dhe nuk janë penduar, nuk janë bërë pishman. Por nuk ndodh kurrë në botë që këta të prekin me dorë, qoftë edhe një socialist vetëm. Për ta arsye kam shkuar atje. Belim Klliçin e kam thirrur unë të hyj brenda zyrës. I kam treguar gjithë ambientet e zyrës, madje edhe të një magazinë atje. I kam hapur frigorifer, i kam hapur lavatriçe që ishte në magazin atje. I kam treguar plaçka, i kam treguar kokoshka, i kam treguar ushqime se këto për këtë kategori janë. Dhe më ka thënë unë nuk dyshoj se ti ke bler vota apo ti ke vjedhur vota. Nuk e bën ti këtë. As ti, as Pandeli Majko, as Fatmir Xhafa. Në zonë time elektorale, jo që s'është prekur votë me dorë, e cili do partije tjetër, po kur nuk është harxuar një lek, dhe ja thash në sy atij mostre, që unë nuk kam lek për të blerë vota.